zgjedhjet vendore të pak javë më parë, tashmë në fund vitit janë sërish zgjedhjet e parakohshme për krimin e qeverisë së re. Një vend demokratik i cili i shet zgjedhjet, ka bërë më shumë zgjedhje vitet e fundit, 2 herë më shumë se sa është Shqipëria. Kosova vend demokratik dhe çfarë pritet ndodh sot pasi projekcionet janë Albin Kurti kërkon që ta marrë qeverinë vetëm. Po, e the bukur në fakt Kosovë votohet, pra nuk ka votime, po votohet, do thotë që votojnë njerëzit. Proceset zgjedhore në Kosovë për hir vërtetës kanë treguar që atje realisht ka garë. Ne në para 2 muajsh kishim zgjedhjet lokale dhe e pam se si ishte harta zgjedhore ku partitë opozitare po themi morën pjesën dormuese të komunave, duke nisur me Prishtinën, Gjakovën, Pejën, Prizrenin, pra komunat më të mëdha në Kosovë fituan partitë e forcave opozitare, pavarësisht se shumë prej tyre hynë në këto zgjedhje, jo në një aleancë të mirëfill, por megjithatë ja dolën që të merrnin numrin më të madh të këtyre komunave dhe u tregua qartë që atje forca e pushtetit është krejt minore në raport me forcën që ka vota e qytetarit ose më saktë votuesve në Kosovë, të cilët kanë zgjedhur që tjetër kujt i besojnë drejtimin e pushtetit qendror dhe tjetër kujt i besojnë drejtimin e pushtetit lokal. Kuptohet, ndryshe nga Shqipëria ku ne nuk kemi më figura politike me përjashtim të 2 liderëve kryesor, pra të zotit Rama dhe zotit Berisha, nuk kemi më figurat forta politike, atje është e kundërt. Atje ka shumë figurat forta politike duke nisur qoftë në rrafshin lokal, pra kryetarët e komunave në këto zona janë figura realisht shumë forta politike. Do përmendja Ardian Gjinin e Gjakovës, ose dhe kandidatin edhe fituesin e Mitrovicës, Fation Pecin, një i ri, i cili e fitoi Mitrovicën fakt nga pozita e ministrit të bujqësisë, por përgjithsisht edhe në pjesën dormuese të komunave dhe nga ato që drejton PDK-ja apo dhe LDK-ja janë figura qendrore politike, pra. Mjafto vetëm të sjellim shembullin e zotit Ladrovci në komunën e Drenasit, pra një kandidat i PDK-s i cili vendosi që dilte i pavarur për të sfiduar dhe forcën e tij politike PDK-n dhe lëvizjen vetëvendose dhe gjitha forcat e tjera politike në Kosovë dhe mundi që të fitonte këtë zgjedhje. Ne për herë të fundit nuk mbaj mend kush është një kandidat i pavarur që ka fituar një betejë elektorale në Shqipëri. Madje kanë dalë me rezultate krejt qesharakit. Çka tregon që atje realisht vota ashtu sikur se hidhet në kuti, ashtu dhe numërohet dhe është krejt i papërfillshëm, domethënë diktati që ushtron pozita e pushtetit në raport me profilin që ka një kandidat. Kjo e bën edhe më interesante për atë betejën elektorale. De facto ne kur kemi zgjedhje në Kosovë, realisht kemi zgjedhje. Gazetarët raportojnë për zgjedhje, ndryshe nga panorama në Shqipëri ku ne gazetarët për fat keq gjithë gazetarët e syrit i kemi në për raportime vetëm për çështje që lidhen kryesisht me incidente, pra flasin për patronazhist, flasin për administrat, flasin për keqpërdorim të procesit zgjedhor, nuk kam parë. Ne kemi ndjekur, po themi të paktën 6 vitet e fundit syri televizione i kemi ndjekur atje me reporter në terren të gjitha zgjedhjet e Kosovës dhe nuk kujtoj që të kemi një precedent për shembull sikur kishim këtu në Vor apo sikur kemi pasur në Shkozet apo sikur kemi pasur ato autoblindat në Shkodër apo në Elbasan. Është një panoramë krejt e kundërt. Jo se atje nuk ka të fortë, është krejt e kundërta. Atje ka njerëz botës së krimit shumë herë më të rrezikshëm se sa në Shqipëri dhe shumë herë më të pushtetshëm se sa në Shqipëri.